S'ka ma mirë se sa me hap prej mesit Prizrenit gëzuar me gjithë me kafe ekspres, me bëjshin mirë kafe në ekspres në Prizren. Ju përshëndes gjithëve, një mbyllje këtij sezoni fantastik, ja ku jemi këtu me babën e rrugës, Cadillac Eldorado i vitit 1976. Jemi sot mes qytetit bukur Prizrenit, ku kemi ftesë nga Oldtimer Klub Prizreni. Edhe është 20 vjetori realisht, edhe e hati kryetari, themelusi i Oldtimer Klub Prizrenit, na ka ftu, kemi ardhur nga larg me prezantu Oldtimerat, një diçka shumë e bukur, edhe po jap të mesazh për gjithë që keni dëshirë me pas Oldtimera. Në qoftë se nuk e provoni dhe e shijoni se çfarë ndjesi është ta kesh një Oldtimer dhe dalësh me të, nuk mundesh me besu. E unë sot kam ardhur du me folë për gjitha këto makina. Do ta kushtojmë këtë mbyllje të sezonit Oldtimer edhe këtij eventi, edhe kam dëshirë me i marrë dhe këta pronarët e makinave. I kam njohur disa njerëz shumë të mrekullueshëm, edhe du me i pyet pak për makinat e tyre. Kjo është aeroplani i Full Ship Show, siç e dini gjithmonë ju kam treguar për aeroplanin ton. Njerëzit po bëjnë fotografi në këto momente, e kjo është e bukur që ju jep kënaqësi edhe njerëzve për të bërë fotografi dhe video e për të shijuar makinat tona të mrekullueshme. Hajde me mua shoku im, edhe herë du më ju falendëru të gjithë shikuesit e Full Ship Show për këtë sezon. Zoti ju ruaj gjithëve, një mbyllje fantastike, s'ka më mirë se sa me mbyll vendin tonë. Kjo do të thotë që zogu folen nuk e harron kurrë. Ne kemi punu në diaspor gjithë sezonin, po mbyllja në vendin tonë. Kjo do të thotë që duhet me punu në diaspor, me jetu në diaspor, me fitu në diaspor, por gjithmonë mbyllja, investimi në vendin tonë. Ku e kam e hatin? E hati, nuk e di ku është. Do shikoj për e hatin tash për ta gjë. Ja ku është e hati atje. Ja, ai është e hati. Ne do rrim se jemi live, jemi direkt, nuk do na më shqetësu dikën, nuk kena diçka me montazh, e kemi gjithçka spontane dhe transparente. Ai është themeluzi atje, po e kanë bllokuar do njerëz të bëj foto. Edhe e kuptoj shumë mirë. Mirë, po diçka shumë fantastike. Ja ku kjo makina këtu. Shikoj se çfarë makine. Hajde shkojmë pak te aeroplani i dytë derisa të lirohet e hati. Aeroplani i dytë i Full Ship Show. Ja ku është. Ja. Ky është aeroplani i dytë i Full Ship Show. Ja, ky është. Dhe është Cadillac DeVille i vitit 1959. Original, i pa prekur, i pa restauruar, dhe i pa vunë dorën të. I mbajtur i ka vetëm 9.000 milje të kalume, pra shumë i ri, shumë i mbajtur, edhe sot flitet për çmime. Hajde këtu, hajde shefe mbrapa si duket. Ja si duket sikur raketat e Elon Musk. Hajde këtu, hajde qikan, hajde këtu, ja shikoje pak mbrapa si duket. Ja, ktheu pak edhe shikoje raketat e Elon Muskut këtu gjigant. Shikoje se çfarë kënaqësie e bukur është me qytetarëve më dhon këtë më dhuru këtë kënaqësi me i pa, me i vizitu këto makina me bë fotografi. Edhe herë ju sugjeroj gjithëve që të bleni sa më shumë Oldtimera, se është një art në veti. Kam shkaj e hati, ma kanë lëshu e hatin se më duket ma kanë kindapu. E hati! Hajde e hati të shoki! Hajde herë këtë. Erdhe e hati, shëqër zotit. E kishin kindapu e hatin, ishtë ashtë nëzurëm prej kindapimi. Si e? Mirë atin. E hat mbi emri? Oreshka. Oreshka, qytetari i Prizrenit në duke. Po, qytetari i Prizrenit. Edhe themelusi Oldtimer Klub Prizren. Po. 20 vjetori e hat sot, apo jo? Po, edicioni 20 sot po shini që interesimi i madh i qytetarëve, por edhe ju me dy makina. Tregona e hat. A është kënaqësi me pas Oldtimer dhe çfarë kënaqësia është për ata që se dinë? Po është kënaqësi, por edhe ka punë. Për me ndi një kënaqësi duhet pak edhe me pas një pasion, duhet me dash edhe pastaj për mu kënaq. Por mirë, përgjithësi mirë, derisa ka interesim, derisa ka mia qytetar që po fotografohen. Altin, kemi këty buzëqeshjen e qytetarëve sot. Absolutisht. Sa e ke pasion ti Oldtimerin? Makinën vjetër. Unë kam vitit 1966 një makinë të Volvo. Volvo është suedeze, është në gjendje të mirë teknike, edhe me atë autometrën e lëvizi, gjithandej, edhe bëjmë promovimin e Kosovës, Prizrenit,
e gjithë dhe neve. Fantastike. A mundesh me më dërgu me atë Volvon tonë dhe prodhim në suedez, cili ka qenë, se moni kam makinat e vjetra, i kam pasion në dhone, jam mundu ato rogën time e hatë, e kom shparici, dhe e kam kursy me i ble 2 kerët vjetra. Mirë po, kur vje puna për me dalë me to, më dhimsen, diqyrë që i shofë si bebe, aqë shumë i duhe dhe i dashuroj. E rruga me larkë që kam po me to ka qenë ndoshta 20 km, 30 km. Ti sa ka qenë rruga me larkë që i ke po me atë Volvon tonë? Po një drejtim që rruga ma e larkë ka qenë 5.000 km. Sa? 5.000. 5.000 km? 5.000 km, kështu që unë kisha rekomandua, Valtin, duhet me vozit, duhet me esh me këta, duhet me sfidu, sepse këta lëvizin, këta esin. Mos u frigo që mundesh me mërë dikun. Nuk mërë dhe? Ja, absoluti, këta janë... Janë në shpirt matësi? Ja, këta janë prodhu për mos me mërë rrugë. Okej, na trego për sot. 20 vjetori, sot ka all-timera... Që edhe Visarën e kemi këtu në bashkë Hare Visar Kushi? Visar Kolqi. Kolqi, Visar, mbjen mirë. Visar, prej gjitha trevave ka sot këtu të bashkuar? Po, sot kemi nga gjitha trevat, nëse him rajonit, kemi të Shqipëris, Malit Zi, Macedonis, Kroacis, Sërbis, po ashtu kena edhe prej Evropës, Sloveni, Hungari, Francë, Gjermani, kena edhe përfaqësuesit e FIV-ës janë këtu, bashkë me ne. është edicioni jonë tradicionali 20 vjetori, si që përshini edhe ju është një organizim shumë i bukur. Faleminderit edhe për juve që na nderu që erdhët me kënaqësinë më të madhe. Në Prizrenin e bukur. Me kënaqësinë më të madhe në Prizrenin e bukur kemi ardhur sot. Çfarë makine ke vetë personalisht? Unë kam disa makina, po sot kam dalë me një Mercedes 250 vitit 1967. 67? Po. Që kanë moshatar me Cadillacun Eldorado timin që ka. Oh, super, shumë bukur. A është të vështirë mi mbajt, ose unë thash i kam i dashuroj makinat oldtimer, por nëse ka një defekta një problem, ku e gjenë vendin për ty restauruar, për rregulluar? Po, për ndryshe unë jam edhe automekanik, e kam servisin tim, edhe për mu nuk është problem me restauru. A thu e gjeta unë mekanikuna? Ndoshta. Më duket e gjeta edhe unë, mor. Mercedesin tim që e kam prej vitit 85 e kemi na, jemi pronar i dytë, edhe është pothuajse 90% original. E gjitha, po. Bravo qoftë. Po ashtu vlen të ceket se muin e kalum me atin bashkune me Mercedes e atin me Volvo, kemi qenë deri në Kapadokja, duke vozitur 4.000 km kemi bo. Tjetër për në bashkanqitë të valtimi. Po, bëjmë se na, kam frikë që me metë në rrugë, kush në zgjët punën pastaj. Tashi, Visar, ha? Po. Publikisht s'ke kam e mhik, e gjeta mekanikun tim, edhe ta muajme në ftyrën, kur të kem në problem me makinat e mija, jeni të mirë së ardhur. Direkt e ti. Sot knasi e madhe, ka pastaj edhe ndarje të çmimeve besoj për... Po, tani do ta kemi ndarjen e çmimeve, vetura ma e vjetër, vetura ma original dhe destinacioni ma i lartë. I kemi 3 dhurata. 3 dhurata? Okej, për vendet e para, 3 vendet e para. 3 vendet e para. Ta të më hanë vetëm 3 vendet ka për para. Këto 3 vendet e para, ndërsa na kena dhonë mirënjohjet, shpërblimet, edhe dje kemi dhonë një pjesë tjetër. Sot është jo pjesa kryesore që do t'i japim me një bashkëpunëtorin tonë që kemi sponsor, që do t'i japim nga një kuti me pajisje, dhurat për makina, me gjithse s'prishën këto makinat, po le t'i ke në bagazh. Ja, me i pas nuk është ket. Faleminderit shumë Visar. Faleminderit. E hatë. Faleminderit edhe për pritjen që na ke bo, se jemi qysh dje bashkë. Mram ke befasu me veshjen tonë, dhe qysh na os kam njoftë, gjithë ditë, jo tregoj shikuzve, valla, se unë kam dëshirë me i tregu këto gjona. Dje gjithë ditën kam nejt me e hatin, unë njohem për herë të parë, më mori makinën e vetë, më shëtitin e për Prizren, harrova qelësat e makinë se bom 2 herë gjiro, nej se kretë në regull, në dargët, e lam mu takute i restorant atje ku ishëm fësuar, vjen e hati kostum, papion, viveshër i madhur, një kapele Republika Sipër, erdhe aty afer, së më foli hiq, tash, kush që ka kjo vla që erdhe këtu afer, së më foli hiq, deri si e ka hek kapelen që kam të se kom njo. Shumë knërsi e madhe t'jem sot. Po, faleminderit edhe për juve që keni qetë kohë me na nderuar, me respektu se edhe ti ke 2 makina jashtëzakonisht të bukura.
edhe unë ndoshta nuk është e tepër nëse doni mu bashkangjitë në ndarjen e shpërblimeve, mu këtu e kemi edhe makina më e vjetër, Fordi vitin 1953. Kjo është më vjetër. Hajde shkojmë pak te makina më e vjetër, të lutem. Kjo është makina më e vjetër. Çfarë viti është kjo e hat, mund ta shpjegosh hajde pak? Te vitit 1923. Gazmen Sylej. Ku kemi gazin? Gazmen Sylej nga Deçani. Ku e kena gazin? Ku është gazi? Tash jetë gazi. Ka shku gazi me marë. Ky është më i vjetër, domethënë në këtë aktivitet. Gazi e paska sigurt gazi çmimi. Po e ka sigurt. Sigurisht se nuk ka automat më të vjetër, domethënë kjo është një vlerë jashtëzakonisht mirë edhe falenderojmë që erdhë me na respektu sepse ka shumë interes për këtë automat që është mbi një shekull. Okej, mbi një shekull, tamam mbi një shekull. Shumë interesant. Makinë mbi një shekull, 100 e ca vjeç. Tash vetëm gazin me bujtën e gjetë, me ditë se si e man, ku është gazi vëlla? Hajde gaz Deçani, po shbesen, hajde qerë. Gazi dorë. Edhe gazi po si Fordi. Gaz. Gaz, hajde këtu se edhe ti sigur Fordi tu hez, avash. Gaz Sylej. Prej Deçani. Hajde më trego pak për trashëgiminë e këtij makine. Ke ble vetë apo? Po, jo, vllave ka marrë në Amerikë atje. Vllave ka marrë. Para sa kohë e ka marrë? Para një viti. Para një viti e ka marrë. Tashi ti e ke sjell vetë tu ke ato pozita po, kemi ngarkuar. Jo, kemi ngarkuar atje, kemi provuar transfer prej atje. Okej. Prej Amerikë po, flas prej Deçani. Prej Deçani po. Me kamion. Me transfer. Okej. Vetë kështu hec kjo punon me është Po, ngjelet mirë teknike, hec, po, më ngadalshëm. Më ngadal, po, absolutisht. Kot më të pyet. Se çmimin e parë pas ke fituar sot domethënë. Nuk e di, hala. Ja, po ta them publikisht. Faleminderit. Kështu me sa shofën. Jo, unë besoj se ti e ke marrë çmimin e parë se është makinë 100 e sa i bjen. 103 vjet, gati 3 vjet. 103 vjeçare, kështu që takon me pas. Shërbimet ku ja bën? Po nuk ka pas nevojë shërbime, ne kemi marrë në këtë gjendje kështu, trujtun e kemi marrë, trujtun për mbajmë, nuk ka pas nevojë në servis të madh mi bo. A punon funksion? Gjithçka është me pjesë vetë origjinale veta. Kot me të pyet gaz, në shqiptar kena marrë me ditë sa e ke rrogën. Po rrogën s'po të pyetje, sa e keni ble? Mos nuk kisha thonë me çmimin sa kemi ble. Po më thuaj fiks. Nuk ka edhe transporti ato. Mbi sa ose nën sa. Domethënë mos i thuaj shifrën e saktë. 20 deri në 30 aty sillet. 20 deri në 30 euro. Po. Realisht ja vlen, po. Ja vlen pa. Jo, ja vlen qefi, ja vlen dëshira, ja vlen prezantimi. Po, absolutisht. Çefa. Bukur. Shumë faleminderit. Suksese. Hajde, respekt. Faleminderit. Makina 102 vjeçare, tu dosh me munsh 103 vjet vllaçko. Sheve çfarë makine. Ku je kameraman? Sheve çfarë makine. Sheve sa e bukur, interesant. Sigur ato zizat e kohës partisë dikur që kanë qenë. Shiko pas qyrën brenda. E mbajtur e mirë. 102 vjeç, o vlla, 102 vjeç makinë. Edhe më duket që ka, nuk e di, a është auto... Gaz! A është automat apo është manuale? Manual, po 102 vjeçare. Hajde e futu pak, lutem vëdheze pak. Në qofë se e ke... Gjigant, po të dalën e nga ana tjetër. Ti e vozit, a? Pa i shoferi parë, po. Ti e shoferi, a? Po. Okej, kjo është manuale, a? Po, manual është. A e ketë vështirë me vozit? Pa i është pak vështirë se i ka gazin e ka të voloni edhe tash... A të voloni e ka gazin? Voloni e ka stoko. Interesant. Hajde shifja pak pedalet, frenat, gazin to, freksionin poshtë si i ka. Shikoj pak se çfarë si i ka atje, ja. 102 vjeç tu i bën 103. Nuk e di tash ata njerëzit që e kanë prodhu, po mundesh me ha pak. Hajde shë pak motorin. Ja ku është motori këtu, shikoja pak. 103 vjet makinë. Njerëzit që e kanë prodhu asnjëri nuk jeton, krejt kanë vdek. Njerëzit që e kanë prodhu këtë makinë, krejt kanë vdek. Makina akoma të punu. E bukur, shumë faleminderit, respekt. Hajde vazhdojmë pak të nej makinë tjetër, të cila makinë tjetër mund shkojmë. Kam ka shku Karabi. Ku e kam Karabin? Kam dëshirë me gjetë Karabin. Karabi është një djalë shumë mirë që e njofta në këtë vend.
është kryetari i Oldtimer Club Ferizaj. Por, shikoj, interesant, që kjo makina tjetër. Çfarë makina është kjo, kush e ka këtë? Kjo makinë e vitit 1981 Ramiz Novaj. Shumë interesant, edhe kjo. Ta shohim atë makinën tjetër pak bro. Çfarë makina është kjo? Shive kjo tjetër, çfarë makina. Kjo makinë e Ford Mustang 1969. Michel Rohman. Që ka e huj Micheli? E një makinë shumë mbajtur dhe shumë e mirë. Nuk e di do t'jetë restauruar apo jo, nuk e kam idenë, por realisht diçka interesante që ka. Kështu që mori çmimin e parë më duket ai zotnia. Hajde këtej, shive pak, i thashën, ma ka marrë mendje që e mori çmimin e parë. Shumë i rrallë. Po, mundesh me mikrofon në qofë se keni diçka me prezentu. Ja çmimi i parë. Ja ku kemi çmimi e parë. E kom ditë. Ja ku është çmimi i parë. E mori çmimin e parë Gazmend Sylaj. Prej Deçani, me makinën 103 vjeçare. Tash jena të shku të një Cadillac i Altinit, viti 1959, vetura ma originale në këtë organizim. Mos më thuj që më keni dhënë çmim edhe mu. Po edhe ty ta kena dhënë një çmim. Edhe unë e kam çmimin vetura ma originale, ma pas kanë dhënë një çmim. Me përmirësu juve, jo Altin, po automjetit. Automjetit, absolutisht. Është ma original. Automjeti e ma original se unë. Po. Absolutisht. Se unë i kom bëme me hund, me vesh, me vetla, me ketë. E kështu që ky Cadillacu jonë po fitoj ka një çmim si ma originali. Realisht faleminderit shumë prej Klub Oldtimer Prizren. Shikoni, morëm çmimin ma original. Ne jena original edhe në shikim, edhe në klikim, edhe në mision, edhe në gjitha aspektet jemi original. Edhe në natyrën e shprehjes, edhe në natyrën e qëndrimit, edhe në natyrën e jetës. Ne veç fakes jemi. Edhe për original. E vlerësoj këtë çmim. Faleminderit shumë. Më mbaj për të lutem. Ndoshta nuk i nevojti për vegla pune, po megjithatë për të përgëzoj. Shumë faleminderit. Qase suksese. Shumë faleminderit, Turit Nera. Këtu është dhurata nga, ma thuj si e pati emrin. Është brend Zvicron, firma Kraftwerk që jemi përfaqësues për Ballkan. Ne kryesisht mirëm me solucione që jemi të shtrihen këtë Ballkanin. Ky është njëri për brendeve tona. Bukur shumë. Dhe ti vetë personalisht je? Unë jam Selver Shala, pronari i kompanisë Part Center. Part Center. Po. Bukur shumë. Bazën e kemi në Liechtenstein, operojmë në Zvicër, po edhe në Ballkan për 2005-ës. Sukses edhe njërë. Shumë faleminderit, Turit Nera. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, shumë respekt. A shef kur je original merr edhe çmime vëlla. Shumë faleminderit. Vazhdojmë me pjesën tjetër. Vazhdojmë, çmimi i parë u dha makinave vjetër, çmimi i dytë original, siç e din këtë bota, edhe çmimi i tretë tash ta shohim kush e ka. Kush e Visar, kush e ka çmimin e tretë? Edhe cili është ky çmim? Çmimin e tretë e ka Triumph TR4 i viti i prodhimit 1967. Kush është pronari? Pronari është Spike, ky zotëria këtu me majicën e kuqe. Spike është shqiptar apo? Jo, kjo është angles. Angles, po jeton në Sloveni. Okej, kjo është makinë. Disa vite që vjen në edicionin ton, edhe poshtu e ka majicën e veshne tonën viti 2017. Bravo. E ka rujt. Bravo, bukur shumë. E kjo çmimi makinës i tretë është për destinacioni më i largët. Destinacioni më i largët. Atëherë, po. Kjo makinë është destinacioni më i largët. Ky si e pa emrin ky? Spike. Triumph. Kjo makinë ka ardhur nga Anglia, destinacioni më i lartë, meriton çmimin e tretë. Shumë faleminderit që ka ardhur prej larg, edhe shumë suksese. Faleminderit.
Vazhdojmë me pjesën tjetër. Ky është tipi. Ja që i bëj këti tipi. Kjo është ky tipi që kalon mjekrën. Prej sot e mra, po kjo s'do me hek mjekrën mo. Kjo është Begzat Rushiti prej Dragonce. A jetu dash me ble dhe ti një all-timer apo jo? Pa tjetër. Kur ke me ble? Javën që të vinë. Javën që vjen? Po. Cilën do me ble? Ja Cadillac si ty, janë i Mercedes. Janë i Mercedes? Po. A duket interesant me pasi? Shumë mirë dhe ja vlen. A po knaqesh sot në mesin e gjithë tyre njerëzve? Po shumë. Vërnime? Pasha zotin. A i tu pa ma shumë makina apo... Njerëz. Po dhe makina kish mjaft apo njerëz? Po njerëz mirë? Shumë, shoshnik mirë, njerëz mirë, në rregull, okej. Ashtu, e? Pasha zotin, mira. Ja vlen. Okej, se ty s'malen sytë, di që ti ke sytë. Ja, barak jam të edhen. Ti e i madhë. Ti e i madhë. Këj ka sytë e rrezikshëm. Jo, pasha zotin, jo t'gjalli mirë o shumë. Ja, apo dhe Rinaldo? Begzati është e virri. E kom shok jaran, edhe kena arë sot në prezident bashkë me Begzatin, pavarësisht shakave që përbëjmë ne, kina tu kalu shumë mirë, na kanë pritë shumë mirë, edhe gjithë shka nivel, apo jo? Mirë ka qenë shumë, edhe hoteli o koni mirë, edhe buka o koni mirë. Gjithë shka ka qenë mirë. Edhe koha është e mirë. Edhe koha e mirë. Perfektor. A kje dëshirë me i përshëndet shikusit e folshit? Pa tjetër. I uroj gjithve shëndet më spari, sidomos diasporës në të vinë rahat prej konvent lindje, prej atje ku punojnë, dhe ju uroj sukses së shnetet të mira gjithë botës. Edhe ty Altin, po dhe muhe. Edhe ty edhe muhe. Bukur, falenderit shumë. Me njerë kom. Shihemi. Për të mirë i shalë. Shihemi ma vonë, mos më hek dikon, se sa të marrë intervjisën, bashkë kena me shkua ne. Kupi unë, bashkë. Se ti më shajfësh në për njerëz. E kom shumë vështirë me gjithë këtë tipin. Se pak i vogël, po, ka qef mu më shajf dhe me në për njerëz, dhe me kupa, edhe nuk e din të ka shkoj në kërkosh. Hajde me mu se du me taku pak kryetarin e Ferizajt, Karabin, kam dëshirë me taku, se ishte shumë djali mirë, edhe du me fol pak për makinën e ti. Mu isha me gjetë Karabin. Kua Karabi? Hajde ma gjej Karabin? Ku është Karabi? Janë kafe? Shko ma thirë pak Karabin ti? Thirë pak shpejt? Hajde. Ja po e presim Karabin. I Ferizajt. Edhe pse po du me prit Karabin, arsyeja është që i ka 16 makina all-timer. Rekord. Me i pas një person 16 makina all-timer, është diçka fantastike dhe shumë e mirë. Ta presim i herë, inshallah, është Karabi dikun, edhe ashtu na po. Një minut, thot Karabi vjen. Tashi, Rinori iku për për një minut Rinori iku. Ku erdi Karabi? Karab, si të kam? Si ka lume? O lume? Ja, me Karabin unë njohem dje, pika djalit, djali mirë edhe kryetar, themelusi All-Timer Klub Ferizaj. Karab, arsyeja, pse dashta me të taku sot, është që përveç si e themelusi klubit në Ferizaj, i ke edhe 16 makina, vëlla. A e din ku i kitë parkume, se le, a i din margat e ty nësë për të beti? I din edhe margat, po edhe të parkume i kemi në për garajra, e kemi vendos. Disa për i marrim, i vëzisëm, i ekspozojmë. Tjerat janë halat garajrume, qashto. Oke, a mundesh me më thonë, del në këton që mos ta zo pritën djalit. A mundesh me më tregu të lutëm, cilat marga i ke 16 makina? Kam Audi GT, kam 3, Audi 100 Turbo, Audi C4 2804, kam Citroen Diana, BMW 320 Cabrio, BMW 525, Mercedes SL 500,
Qa kam tjera mërë se pe haroj tash. Viral ka me ikë që kjo, viral ka me shku kjo. Pe haroj tjera, kena Porsche 944, 2.5, kena tjetrin, qa kemi tjetër, Honda Prelude, e 1989-ës, një vetur shumë e bukur, kena Audi Quattro Sport, original, e vetëmja, besoj edhe në Balkan, tjetëri, Volkswagen T3 Caravelle, e originës e Caravelës, tjetër, që kemi tjetër, nuk pëjmoj me në kejt alten. Nuk pëjmoj me në kejt alten. Kina do modele tjera vesh nëse vjen atje mi po se s'pëjmoj me në. Kom marë pa tjetër vesh, dhe orësa para kesh me folë pak për to. Ku i lena, ki garajsh për kejt? Po, i kam garajsh kështu. Do atje. Po, se kështu me një venë problem. Problem me një venë. Po, kam garajsha, një ashtot janë kështu që janë garajhu me veç e veç, kurse tjerat janë me një objekt. Ka lindi pasioni për oldtimer, se unë di që për kerët reja është pasioni të kretë, po për oldtimer ka të lindi dhe pse 16 makina? Po, këto makina nuk janë ble ketë për një herë, janë ble ko pas kohë, po janë gjitha makina që më kanë pëlqy. Tani e kom marrë një, edhe dhe tjetërën, është pak smundje kjo. A është smundje vërtet? është e vërtet. Pra, thuju shikuzve që... Nuk nolëm prap me gjetë një të mirë me ble. A blen tjetër prap? Gjithsesi. Ja, thuju shikuzve që ja vlen me ble, se pa e provu nuk e kuptojnë se qanë që si është. Për shikuz e kam një mesazh. Veturat oldtimer është investimi më i mirë që mujnë me bo për jetën e tyne. Për një kohë pak më të vjetër. Si për shembull, një vetur sot mund është me investu 5.000 euro me ble, mas 10 vjetëve besoj e kalon mbi 30-50.000 euro. Është investimi më i mirë senari për momentin. Absolut, senari. Jo çfarë mesazh, jo gjigant, 100%. Po janë nisi me ble edhe unë ka dole. 100% është më i vlefshëm se shkon shumë më shpejt rritet vlera se orit se çdo produkti tjetër. Hajde t'rregoj shokut ton kur e keni ju Ferizaj tash organizimin. Organizimi jo në Ferizaj është me 26 dhe me 27 korrekt. A keni me bo diçka ekstra më ndryshe apo? Po besoj ka më konë festivali më i madh në Kosovë në herë që o bon. Më i madh në Kosovë që o boni? Po, pa tjetër. A t'ju tregojmë? Po, pa tjetër. Është festivali më i madh në Kosovë që o bon në herë do t'jenë Ferizaj. E ku do bëhet? Lokacioni se kemi caktu janë 2-3 opsione ku do të bëhet. Po saksisht e njoftojnë adikon 2 javë para kohës, para festivalit, e qesëm në për spolin, në për klubit, tonë, në për rjetët sociale, e shpërndojna. Ndërkohë ju që jeni të na ndjek në për emisionet ashe, vetëm mjafton në qovë se do në më marrë dikush pjesë me shkrujt në Instagram në rjetët sociale e Oldtimer Club Ferizaj edhe i shihni informacionet. Kora bari me mu pak ta shofim makinën tënde, edhe më trego pak qëfar makine është kjo, BMW e di, po pak specifikat me të regu se më duket interesant. Kjo është një BMW 320 benzin e vitit 1989. Kjo nuk është shumë e vjetër, po për shkak se ju ka pëlqy fëmijëve e ka marrë, është kabriolet, punon mirë shumë, e ka gjendjen e mirë. Ale i pyetje... Njona prej atyne. Njona prej atyne që të pëlqen, e pyetje konkrete tash, momentalisht. Njerëzit që e kanë pasion oldtimerin, kam dëshirë mja po këtë pyetje. A kështë marrë të para një oldtimer apo i Ferrari i Lamborghini? Në kam pasë dhe Ferrari, po së më banë përshtypje si kur këto. Nuk banë përshtypje? Jo si këto, jo. Këto më përmbushin taman, janë një pjesë e jetës temë. Më përmbushin si kere. Ferrari i Lamborghini jo? Ja, janë vetura shumë të mira edhe ato. Po nuk më përmbushin. Ato së përmbushin? Jo, absolutisht jo. Interesant. Këto janë dishka tjetër. Ja, edhe e sy pak të ludhem BMW-s Korabit. Ja, ku është BMW-ja Korabit, 1989. Kush e tha këtë fjallin se më bërë me qerë shqiptari? A jemi live? Po. Në. E, bukur kjo. Okej. Korab, vetëm pa ta dëshirë me të pa, me të taku, edhe me të përshëndet, edhe me të ru suksese, edhe për makinat, edhe shrije me 26, 27, kur ta vendos një lokacionin në Ferizaj. Jeni të fëtumë edhe jo pa tjetër. Unë edhe shumë të tjerë. Faleminderit shumë edhe gjithë tjetër. Pika djallit Korabit, a dini? Vazhdojmë me pjesën tjetër. Faleminderit shumë. Kjo makina këtu më bën përshtypje, po se di ku është i zoti i saj.
Kjo makina me flamur amerikan, pata dëshirë me e ditë ku është një burri i burri që e kom pa, nuk e ditë se cilit është momentalisht, ku mundë me gjetë, veç që shumë pata dëshirë me folë për këtë makinën. Ja edhe i sy çfarë makina është. Nuk e di ku është. Nuk e di ku është, se këto makinat i lejnë tu pronarët që i kanë edhe lëvizin, i lejnë vetëm sa për me u knash shikusit, vizitorët në falë, edhe me po fotografi, vetë kur shë di ku janë të hangër në i biftek, në i drek, edhe këto këshumë e rao. Por, që më bëni përshtypje, pa ta shumë dëshirë. Hajë shkëm pak të këto makina tjera, t'i shofim shumë interesant të makina. Për ndryshe, pak më lartë ishte edhe makina, pak më lartë, ja do dalim pasaj, do dalim pa tjetët e makina që Kina, i ka dhuru Enver Hoxhës në atë kohë, sepse i ka pas raportet mira me Kinën Enver Hoxha, një makinë e dhuruar Enver Hoxhës, Shamia Kuqe quhet, do ta vizitojmë pasaj. Kjo, çfarë makina është kjo? Modeli është Mercedes 220S Valon Emra Gjakov. Shumë Mercedes i mirë. Kjo makina tjetër këtu, edhe kjo më duket Mercedes 190C 1965 Hajret Kreba Prizren i Lucernit që ka kjo. Hajreti që ka i Lucernit, si që jam e dhone. Shive sa atmosfere bukur bëhet këtu në Prizren. Sot shive sa njerëzit kanë dalë, sa vizitor. Kjo është gjallëni. Kjo është e bukura e këtyre eventeve që duhet mbajtur sa më shumë, sa më shpesh në trojet tona, sepse vinë njerëz nga gjitha anët. Imagjino tani edhe anglezi kishte ardhur tash e sa vite që ka pjesë e festes old-timerave këtu në Prizren. Shikoje sa festë e bukur. Jemi në drejtimin e makines që i është dhuruar Enver Hoxhës nga Kina. Jam kureshtar më shku me e pa se si duket edhe çfarë dizajni ka. Edhe sa e madhe është. Është interesant se është edhe e madhe. A i të mujt me e të e luqk. A i të mujt, halë me mua. Pa shanonën këna me bojt i qka të forcët. Emision interesant që dirë me i bo vetëm Folship Show, edhe ma e furta, që kam ka po përshtypje sot gjikanda, se kom ditë që na e morim çmimin e originalitetit. Pra, do më thonë, jena original Allah, edhe në makina jena original. S'kena prek kur gjo, s'kena fut dorë nda heq, si kur kanë zjerë fabrika, qërso, edhe one, qërso që shumë ka zjerë fabrika, edhe one s'kom po së ndryshim. Hajde vlasë më mërësu është neka. Shikoni makinat tjera, shikoni qëfar makina shka këtu, në dy anë ka makina, edhe në këtë anë, po të na me shku pak të ajo që ju përmenda. Kërë sa shumë lëvizje ka, vla, shumë njerëz. Ta që e ki parasysh sa njerëzit dojnë me më folë, edhe më kanë folë, më kanë përshëndet, po kur e shofin kamrën, e kanë pak kompleks. Dija ku është ajo Bisha, makina madhe, Shamia Kuqe është marka. Unë e thash që është Shamia Kuqe, se mora vesh jërë, po Shamia Kuqe që ka marka, edhe e dhuruar, ja, hajri këtu. Ja, kjo këtu, është në pronësi të Ministrisë Ekonomisë së Shqipërisë, që lexova sot, ja ku është.
Qica, 770, jo Shamia Kuqe, Flamuri Kuqe, e pas kam ngatru me Shamia Kuqe, Flamuri Kuqe ka emrin, Hong Qica, 1966 e prodhuar. Ministria e Ekonomisë e ka në pronësi, Shqipëri. Ja ku është makina që është dhuruar nga Kina, Enver Hoxhës në atë kohë, një makinë nuk e di, a është kështu blind shpuse, apo si quhet kjo, ma thuj, mhiku, si është kjo, auto blind, e blinduar, pra. Ja si duket brenda makina, ja shikoj e pak, afro kamerat lutem, shikoj se sa interesante duket, edhe Flamuri Kuq, pse nga trova unë me Shami Kuqen. Ja dhe mbrapa, si hapen dyrt, njëra hapet kështu, tjetra hapet ashtu. Ja të futem më brenda pa i kisë të shoh se çfarë madhësie ka. Interesant si ka nejtë në verin atë kohë, ja 2 kamë, unë jam 2 metra gati, e nuk unë prekin kamë të në qofë se shef diferencët, ja shife kamera këtu, lutem shife sa. Shumë interesant kjo makinë. Me perde, se në atë kohë s'ka pas gjamatëzi, ja ku i ka perdet, ja perdet, në qofë se kthehe shërgjia me i pa, bravo, shikoj se qëfar perdesh, me plastik poshtë, shumë mbajtur e ruajtur, një makinë dhuruar nga Kina, e Enver Hoxhës. Ja, e mbyllim këtë, hapet si puna e Rollsit, paka shumë, në 2 anet, ja shikoj e mrapa, hajde këtej pak, Hongqi. Me shkrim kinez, ja shikoj e pak. Hajde mere vesh të ashtë se qëfar marke makines është, a vazhdon kjo mark mu prodhu sot akoma apo jo, nuk e di, vetëm se e di që është diçka interesante dhe më duket, po, manual, jo, është elektronike, pra dhe më thonë, automatik, hajtë zot në arruj, pse sot kanë hik fjallet, automatike. Është makinë automatike. Ja si e ka dhe Turinin për para, në qovë se e shikojmë për para. Ja ku e kemi. Ma interesant është targa me yll. Ja. Ky ylli simbolizon Flamurin e Kuq pa tjetër ndoshta. Sepse edhe kështu shkruan. Hong Qica 770, Flamuri Kuq 1996, Ministria e Ekonomisë në Shqipëri e mban këtë makinë. Shumë interesant. Tjetër makinë që do t'ja prezentoj në këto momente, mundet ju duket juve e vjetër, mund ju duket diçka e pa restauruar, por ka një domethënie shumë të madhe dhe shumë interesante. Kjo makinë ka qenë pronar i par legjenda, aktori mirënjohur, kombëtar dhe ndërkombëtar, i cili i ndjer tashmë, makina e par e aktorit të njohur shqiptar Bekim Femiu. Ja ku është një makinë Peugeot 404 e vitit 1967. Një makinë që nuk është prekur asnjëherë, realisht kjo makinë meriton që të vuhet dorë për respekt të madhit dhe të paharruarit Bekim Femiu. Mirë, por këtë makinë e ka patur në posedim pronari i parë, pra këtë Peugeot të vitit 1967. Një makinë shumë interesante, në qoftë se vjen këtu regjia, e shohim të brenda, ja që ka poshtë në fakt e ndryshkur, shumë e dëmtuar, mirë por ka domethënien e madhe, e ka patur Bekim Femiu këtë makinë, pronari i parë, Peugeot dhe shumë interesant, shumë interesant. Ja, është interesant me restauru dhe me fut në funksion edhe herë këtë makinë, se ka domethënie të madhe, absolutisht që po. Se këtu e gjeta edhe organizatorin kryesor Ramiz Burgia. Hajde më trego pak a e lodhë me organizu gjithë këtë rend. Problemi kryesor më do këtë jo mune në këtë festival
këto. E pse e pse? Po e ku mush sheshen me makina, kështu që pak problematik. A komuna ta di përndër, se kjo është artë në vetë, apo? Po, patjetër, kemi bashkëpunim edhe me komunën, se pa komunën nuk bëhet këto festivale, absolutisht. Përshëndesim. Ti makinën, cila është makina jote? Unë e kam BMW 635, Okej. edhe një Citroen Spacek, që është përballë me tash për momentin. Cila kjo këtu? Hajde na trego pak të lutem. Hajde ta shohim pak makinën tonë, Ramiz, se po më duket interesante. Ja, dalim nga ana tjetër që mos i pengojmë ata që janë duke bërë foto. Ja, kjo makinë është e jotë, ja. Kjo makinë është pronë e babit. Babit. Babin se kemi të ndjerin që 9 vjet. E ke trashëguar. E kem trashëguar, tash mendojmë të trashëgojmë djalit që të jetë një trashëgimi familjare, një idol i familjes. Kush shef këtë makinë din që është familjes tonë. Absolutisht. Se në qytet nuk ka vetëm një është prej kësaj. Në Prizren po mendoj. Çfarë viti është kjo, Ramiz? Kjo makina që 70 vjet nuk ka ndru formë. Prit që është ka prodhu prej para 70 viteve, edhe vitin e fundit është prodhimi 86, ka përfundu prodhimi, po njëjtën formë kanë prodhu 70 vjet. Pas një shtesë. Kjo është asnjë ndryshim s'ka mbo, 70 vjet. Okej. Frances është. Interesant, franceze, e? Po. E çfarë është kjo Citroen, e? Citroen, dysheve i thojnë në Francë ta. Citroen në gjuhën tonë Spacek i thojnë. Po, i kuptoj. Shiko pak në qoftë se vjen këtu me pasë çfarë rrezet të kësaj ka. Po, rrezi është si me qenë rrezja e derës shtëpisë. Ja, shikoje, një e vogël, vetëm e shtyp kështu, edhe e tërheq. Ja dhe brenda se si duket, Ja, ku është? Pasioni mbi gjitha, Ramiz, e? Po, edhe shoqënia. Edhe shoqënia. Shoqënia është kryesore, mandej vjen pasioni. Po mos të jemi të shoqënushëm, atëherë nuk vlen trim bashkë me makina të parkuar. E këtë vend e organizoni çdo vit apo jo? Çdo vit organizojmë, si vjet është organizimi 20 vjetori i klubit tonë Oldtimer Klub Prizreni. Në fillim kur kem nis, nuk kem pas ndonjë kënd ta imitojmë, se në Kosovë s'ka pas klube të tilla. Jemi ndër klubet e para në Kosovë. Tash kemi klube tjera në Kosovë, kemi Prishtinën, kemi Deçanin. A mos është me thonë që ata kanë ku me kopju tash apo si iro? Po ata jo që me kopju, po na i ndihmojmë me formu. Hiç pa kopju, s'ka nevojë me kopju. Nga të hapën për këtë pjesë. Nga që thënë na s'kena pas ku me kopju, domethënë i vjen që këta tjetër kanë ku me kopju. Këta e kanë malet, normal. Vjen mirë që keni orë këtu. Faleminderit, respekt. Faleminderit, zoti Dru. Shumë suksese. Vazhdojmë se është diçka shumë interesante që po ndodh sot në qytetin e Prizrenit, një mbyllje e sezonit Full Ship Show, ku dua realisht t'i përshëndes dhe t'i falenderoj të gjithë partnerët e Full Ship Show të dhe njerë nga zemra, të gjithë shikuesit e Full Ship Show nga zemra, të gjithë shoqërinë, stafin tim të mrekullueshëm, edhe të gjithë ata që na shikojnë në rrjetet sociale, në televizion edhe gjithandej. Është diçka e bukur që po e bëjmë këtë mbyllje në vendin tonë, në Prizren, edhe është mirë që kjo fest, që është një art në vete, të praktikohet në gjitha qytetet e Shqiptarisë dhe të dhurohet kjo kënaqësi edhe një herë po e them të gjithë shqiptarët ta nëmbanë. Ja sa gjë e bukur sot, nuk e kam ditur që në Prizren, faleminderit shumë, nuk e kam ditur që në Prizren ka kaq shumë gjallëni dhe kaq shumë njerëz. Shikoni tash makinat të lëviz, të dal, ja sa bukur kjo këtu. Po hec, bravo, bukur shumë. Ja kjo tjetra këtu. Shes sa gjë e bukur. Ja, kënaqen o vëlla njerëzit. Ku më shkoj kamera vëlla se më hupi, që kua. Hey. Tash mos më hupet që kanë. Ja sa gjë e bukur. Në Prizren po kalosh shumë mirë. Që ka një qytet që ja vlen edhe me vizitu Prizrenin. Do t'i bëjmë reklamë dhe Prizrenit sepse qyteti lasht, i mirë dhe me tradite, me kulturë, edhe me kuzhinë fantastike, edhe me njerëz fantastik, edhe me pritje shqiptare fantastike. Do t'a gjejmë një pikë mbyllje tash, ma nxjerr pak dron që të mu sill, t'a gjejmë pikën e mbylljes për emision.
stadioni jonë, ku në tashi për momentin po i largoj këto tabelat, po i lo këto, edhe po e hapi makinën, që hapet edhe me qelës, po e hapi mas jam i gatë qështu, edhe po e bëjmë një mbyllje spektakolare të emisionit sot, që kjo makinë merr 6 veta, 3 përpara, lejohen mul 3 përpara, 3 përmrapa, 6 veta. Po me kone ata vetat, sikur jam unë i madh, problemi mor 6 veta. Kështu që bleni oldtimera, makinat vjetra, sepse është investim i duhur. Është e tha shumë mirë Korabi, që është si me ble ari, flori, gol. I rritet vlera vetëm i shtohet çmimi. Ju përshëndes gjithve, Zoti ju ruaj gjithve, edhe shihemi në sezonin e ri, duke ju falendruar edhe herë të gjithve shikuesve tonë të Folship Show-t, që kemi pas një shikueshmëri të madhe në rrjetet sociale, mbi 100 milion views në Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, gjitha postimet, mos ta keq kuptojmë, gjitha postimet për gjithë sezonin e më shumë, edhe në televizion, pa marrë parasysh, në radio televizion 21 jemi jashtëzakonisht të shikuar dhe shikohemi pasi është një televizion që lidh diasporën me vendlindjen, edhe dua t'i falenderoj partnerët dhe sponsorët tanë që kanë qenë me neve. Zoti ju ruaj gjithve, mos harroni që do vim sezonin e re, më të fortë se asnjëherë tjetër. Sezonin tjetër të Folship Show-t, mbajeni mend që kena më konë edhe 2 herë më të fortë. Bashkë me këtë tipin mrapa që aty qesh aty mrapa, kena me e kallë, kena me e tranu. Dije që ju du shumë, ju falenderoj shumë për çdo shikim, lëvdat, koment të gjitha. Stafi imi dashur ju dua shumë gjithë, ju përshëndes prej Prizrenit, Zoti ju ruaj. Vazhdo me pak pamje lart, sikur fluturojmë gjithmonë.